Çka i lidhet dikur bashk Benitën dhe Edin? Ata janë dy banorët që po komentuhen më së shumti këto ditë. Hynë në shtëpi me pretendimin se nuk kanë pasur ndonjë njohje apo afërsi dikur. Por interneti nuk fal dhe arkivat folën. Para se të shkojmë tek detajet, le të shohim se çfarë po ndodh brenda. Tensioni mes Benitës dhe Elionës ka prekur kulmin dhe molla e sherrit duket se është pikërisht Edi. Edhe opinionistja Olga Gexhari nuk e kurseu analizën e saj mbrëm, duke etikuar sjelljen e Benitës ndaj Elionës thjesht si xhelozi. Sipas Oltës, Benita po reagon ashtu sepse nuk e duron dot afrimitetin e Edit me vajzat e tjera. Dhe me sa duket, Olta pas ka pasur të drejtë të dyshoj, sepse historia e tyre është shumë më e vjetër se kaq. Kthehemi pas në kohë. Jemi në vitet 2019-2020. Edi dhe Benita jo vetëm që njiheshin, por ndanin të njëjtën qati profesionale. Të dy kanë qenë pjesë e labellit të njohur On Records. Në atë kohë, ata i bashkonte ëndra për muzikën dhe famën. Benita aso kohe 15 vjeçe që tentonte tregun muzikor, dhe Edi rreth moshës 19 apo 20 vjeç. Ishin kolegë që punonin për të njëjtin qëllim. A ka pasur një romancë adoleshantësh mes tyre? Këtë nuk mund ta themi me siguri të plotë. Për fakti që ata kanë qenë pjesë të njëjtit rreth, kanë ndarë studio dhe projekte, tregon qartë se karta e të panjohurve në Big Brother ka rënë poshtë. Tani, pyetja për ju është: apo e përdori njohjen e vjetër për të krijuar dinamika loje, apo xhelozia e Benitës është rikthim e ndjenjave të dikurshme? Na thoni mendimin tuaj në komente.